Do të duhej që shëndetësia të ishte garanci, do të duhej të ishte edhe siguri, do të duhej të ishte shërbim. Jo falas si që premtua, por si shërbimi ndërtuar mbi politika dhe reforma që e bëjnë të vlefshme për jetën e qytetarëve. Si në çdo vend normal, ku shteti merr përsipër përgjegjësi që duhet të përmbush, mirë po tek ne, shëndetësia është kthyer në hall. Po losëm me bukën e kalamajve të njerëzve patologjisë që kanë ngel në Shqipëri. Se tjetë kur kishte dy fare të katë iku. Iku mëse nuk rrihet me këtë vend, se ku të smoret kalamar, unë di 10 veta që kanë ikë në Rom, te babini Gjezu. Në hall që fillon qytetëdera e spitalit, një hall që vazhdon në korridore të mbushura, në pritje pafund, në mungesë ilaçesh, në analiza që kushtojnë sa paga një muaji, një hall ku qytetari nuk pyet më, a do të shërohem, por a ka mundësi ta përballoj. Po një eko vdiq! Po një eko! Kaq! Sepse po t'ishte konstatuar me një eko, zemra zmadhur dhe ai 38 vjeç, do kishte shpëtuar. A për kaq vdiq? Për kaq. Sot njerëzit nuk kanë frikë vetëm nga sëmundja, kanë frikë nga sistemi, sepse kur një nën duhet të endet nga një spital në tjetrin për një vizitë për fëmijën, kur një pensionist numëron ilaçet sipas xhepit dhe jo sipas recetës, atëherë kur një iri detyrohet të marrë borxh për një operacion, atëherë kemi humbur diçka më të madhe se infrastruktura, kemi humbur besimin. 7% të pacientëve kanë marrë këtë shërbimin e dializës në QSOT, ndërsa pjesa tjetër tek privati, duke paguar nga xhepi i tyre. E ndërkohë propaganda flet për investime, për aparatura moderne, për reforma historike. Ne ndryshe nga folklori i alarmit zgjedhim punën dhe investimin. Shëndetësia nuk mund të përdoret si skenë për propagandë frike apo për të nxirr çdo investim që bëhet. Kjo vetëm për disa kredite politike të momentit. Por qytetari e mat një sistem shëndetësor me një pyetje të vetme: a më shërben kur kam nevojë? Sepse shëndetësia nuk është luks, nuk është privilegj për ata që kanë para apo miq. Shëndetësia është e drejtë. Një shoqëri nuk matet me kullat që ndërton, por me mënyrën si i trajton njerëzit kur janë më të dobët e kur gjenden në nevoja. Sot, shumica e qytetarëve ndihen të vetëm përballë sëmundjes. Ky është alarmi që nuk mund të mbulohet më, apo statistika, sepse kur shëndetësia kthehet në hall, atëherë vetë shteti është në krizë. Po të paktën, kërkoni falje.